Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jasti t'i shëroni thembrat e qara brenda natës vetëm me një produkt nga kuzhina. Ka shumë faktorë të cilët çojnë në plasaritje të thembrave dhe në qarje, por parandalimi mund të na ndihmojë të shmangim ato. Megjithatë, nëse thembra juaj plas, duhet të merrni masa të menjëhershme për të rregulluar problemin. Në të kundërt, problemi do të përkeqësohet dhe plasaritjet do të thellohen. Kjo mund të bëjë që lëkura juaj të hapet me plag, gjë që rrit rrezikun e infeksionit nga bakteret, kërpudhat dhe viruset. Trajtimi me sodë buke është antidoti për thembrat e qara. Soda e bukës ka veti shumë të forta antiseptike dhe është shumë e dobishme për lëkurën e këmbëve pasi redukton efektet negative të ngurtësimit të ujit. Përdorimi i sodës së bukës do t'ju ndihmojë të keni këmbë të buta dhe të lëmuara, pa shpenzuar shumë para për trajtime të shtrenjta në sallonet e bukurisë. Me përfundimin e këtyre trajtimeve, ju do të keni patjetër rezultatin që keni dëshiruar gjithmonë. Këmbët tuaja do të bëhen më të buta se kurrë. Si ta përdorni sodën e bukës në këmbë? Gjithçka që ju nevojiten janë 3 lugë sodë buke dhe 4 deri në 5 litra ujë. Shpërndajeni sodën në ujë të nxehtë dhe vendoseni këmbët aty për rreth 15 apo 20 minuta. Pas kësaj, vendosni pastrimin e këmbëve në këmbët tuaja. Aplikojeni vazelinë ose krem hidratues dhe vendosni në shputa çorape pambukur për 1 ose 2 orë. Ju do të shihni një ndryshim të madh që nga hera e parë e përdorimit. Përsëriteni procedurën për 5 apo 7 ditë. Më pas, bëni një pushim 7 ditor dhe përsëriteni edhe një herë. Bëni saktësisht 3 trajtime. Më përfundimin e 3 trajtimeve do të keni patjetër rezultatet që keni dëshiruar gjithmonë. Këmbët tuaja do të bëhen më të buta se kurrë. Ndërkohë, nëse vuani nga thembrat e qara, ne do t'ju prezantojmë këto receta fantastike të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Dërrimi i stinëve vjen jo me pak ndryshime dhe garderoba duket se preket e para. Xhupat dhe këpucët e dimrit me sa duket tashmë i lënë vendin rrobave të lehta, sandaleve dhe këpucëve të hapura. Nëse këto të fundit ende nuk i keni veshur për shkak të thembrave të qara, ne këtu do të ndajmë me ju disa metoda se si të zbusni këmbët dhe të trajtoni të qarat në kushte shtëpie. Edhe pse thembrat e qara mund të mos konsiderohen një problem i rënd nga shumë prej nesh, ato munden të shkaktojnë komplikacione të rënda. Të qarat në thembër e kanë aftësinë që të përhapen duke lënë këmbët tuaja të plasaritura, ju jeni të ekspozuar ndaj të gjitha baktereve. Ja çfarë duhet të bëni për të patur këmbë të buta si të një bebi. Si fillim, mbajini këmbët në një legen me ujë të vakët ku në të keni shtuar sodë buke ose disa pika vaji esencial, si për shembull vaj kokosi, vaj ulliri ose bajame. Pasi lëkura e këmbëve të jetë të zbutur, bëni një skrab duke u përqendruar më shumë tek zona ku lëkura është më e ashpër. Për skrabin juve ju nevojitet sheqer dhe vaj ulliri, aq sa të formohet një si tip paste. Pas skrabit, shpëlajini dhe lajini këmbët. Me ndihmën e një lime vazhdoni që të hiqni qelizat e vdekura. Përdorni vaj me përmbajtje mentje, pishe dhe rozmarine në zonat e shputave për të zbutur lëkurën. Merrni sërish limën dhe filloni që të hiqni pjesën tjetër të qelizave të vdekura. Më pas, masazhojini këmbët tuaja me krem hidratant. Ndërkohë, sipas ekspertëve mund të përdorni edhe lëng limoni. Metoda e parë për rigjenerimin e lëkurës së plasaritur është lëngu i limonit.
aplikojeni atë direkt në këmbët tuaja me një leckë. Vaj ulliri. Sipas ekspertëve, aplikoni vaj ulliri direkt në këmbët tuaja dhe shikoni rezultate fantastike. Aplikoni vaj kokosi në këmbët tuaja para se të flini. Vishni çorape dhe mbajini gjatë gjithë natës. Qumësht. Përzini një filxhan qumësht me 5 deri në 7 gota me ujë të ngrohtë. Zhyteni këmbët në këtë përzierje për rreth 15 minuta. Vaj i susamit. Një hidratant efektiv i cili përmban vitamina B, D dhe E. Këto vitamina mund të riparojnë dëmtimin e lëkurës. Mbajini këmbët tuaja në ujë të ngrohtë për rreth 10 minuta dhe pastaj lyeni me vaj susami. Shafran i Indis. Substancat antibakteriale dhe antiinflamatore do të trajtojnë infeksionet fungale. Përzini 3 lugë shafran me disa pika vaj kokosi derisa të formoni një pastë të trash. Aplikojeni atë në këmbët e plasaritura dhe mbajini për 30 minuta. Themrat e qara munden të shkaktojnë një sër problemesh në jetën e përditshme dhe duke filluar që nga vështirësia në ecje, dhimbjet e këmbëve dhe aspekti estetik, sidomos gjatë verës. Eliminimi i plotë i tyre gjithashtu është një problem më vete. Në shumë raste, ju duhet një ndihmë specializuar nga një mjek dermatolog apo nga estetistja juaj. Gjithsesi, para se të arrini aty, ne ju këshillojmë që të provoni këto receta shumë efikase dhe natyrale. Të gjithë mund ta përgatisni dhe ta përdorni pas të përbërësit me siguri që i keni në shtëpinë tuaj. Vetit të zbutëse të vajit të ulliri dhe të mjaltit janë shumë të njohura, ndaj tashmë mund të përfitoni sa më shumë prej tyre. Çfarë ju duhet? Një limon, ujë, një grusht orizi bluar të cilin mund ta bluani disa minuta në mikser, 3 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe uthull molle. Si fillim, zhysni këmbët në ujë të ngrohtë me limon në mënyrë që t'i pastroni ato tërësisht nga lëkura e vdekur. Mbajini në atë mënyrë për rreth 30 minuta derisa lëkura juaj të fillojë dhe të pastrohet vetë duke u zbutur. Më pas përzini pluhurin e bluar të orizit bashkë me mjaltin dhe pak uthull molle derisa të formohet një pastë të cilën do të duhet ta fërkoni në këmbë. Në fund, mos harroni të shtoni dhe një lugë vaj ulliri. Merrni pak në duar dhe filloni të bëni masazh në pjesën më problematike tuajën. Në këtë pikë mund të përdorni edhe një gur pastrues për këmbët, teksa i keni lyer ato me këtë pastë. Bëjini këtë për disa minuta me radhë dhe më pas shpëlajini këmbët dhe lëreni në ujë të vakët për rreth 10 minuta të tjera. Më pas nxirreni nga uji, thajini ato me kujdes dhe lyeni me vaj ulliri. Sipër mbështilleni me një qese plastike, ku mund të përdorni edhe një qese plastike kuzhine dhe futeni sërish në ujë të ngrohtë për 20 minuta të tjera dhe më pas hiqeni këmbët nga uji bashkë me qeset dhe lyeni sërish këmbët me vaj ulliri. Bëjeni këtë të paktën një herë në javë dhe kështu ju do të shikoni se rezultati do të jetë i mahnitshëm dhe do të përfitoni thembra të buta në shumë pak kohë. Gjithashtu, lyeni këmbët tuaja me vaj ulliri sa herë që të dilni nga dushi dhe çdo darkë kur shtriheni për të fjetur. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.